Të jesh trajner futbolli në nivelet më të larta do të thotë presion i madh, por edhe shpërblime marramendse. Ja 5 trajnerët më të paguar në botë për vitin 2025. I pesti David Moyes nga Everton me pagë 14.3 milion euro. Rikthimi i Moyes te Everton ka sjellë stabilitet dhe besim të ri. Skocezi ka transformuar skuadrën dhe ka fituar kontratën që meriton. I katërti Mikel Arteta nga Arsenal me pagë 17.9 milion euro. Ka transformuar Arsenalin në pretendent serioz për titull, me stil modern e zhvillim të rinjve. I treti Pep Guardiola nga Manchester City me pagë 23.7 milion euro. Guardiola vazhdon të vendos standarde të reja, pas tripletës historike me Cityn dhe dominimit në futbollin anglez. I dyti Simone Inzaghi nga Al Hilal me pagë 25 milion euro. Pas lavdis me Interin, italiani po shkëlqen në Arabin Saudite me një kontratë gjigante. I pari Diego Simeone nga Atletico Madrid me pagë 29.7 milion euro. Ikona e Atleticos dhe trajneri më i paguar në botë, simboli pasionit, disiplinës dhe suksesit. Kush mendoni se e meriton më shumë pagën e tij, na tregoni në hapësirën për komente.